وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu. Salavat dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë në shpjegimin e kushtit të dytë të shtyllës së parë, duke e ditur mirë se folëm edhe treguam që të dim se një shitblerje pa tjetër apo një lidhje, një kontrat që për të qenë ajo lidhje e asaj marrëveshje për një shitblerje, padyshim se duhet që të I plotëson ato tre shtyllat kryesore, që të dim dhe të kuptojmë se çka flasim e mos të mendon dikush se vetëm flet në një temë shitblerje dhe tregti e as që marrim vesh se çka je duke fol. Por na jemi duke folur në tre themelet kryesore të cilët e përbëjnë atë vlefshmëri të një shitblerje e cila është e vlefshme për secilin musliman që ai duhet të dinë. Dhe sa ato I cekum se janë tre shtylla kryesore mbi të cilën qëndron një shitblerje dhe në lidhje marrëveshjeje për të qenë ajo e vlefshme dhe valide, ku cekum dhe tham dhe jemi në shpjegimin e saj me kushtet e saja. Shtylla e parë e cila ishte pra el aqiden, dy kontraktuesit, gjithashtu e dyta objekti dhe e treta subjekti. Ne jemi në atë shtyllën e parë, ku cekom ato kushtet kryesore, pra dy kushte kryesore për të cilët ngërthejnë shumë në ta si kushte. Cekom kushtin e parë, ehlijetu tasarruf, e që është të jetë I lirë në veprimin e tij. Si dhe folëm dersin e kaluar për kushtin e dytë që I takon shtyllës së parë, që ka pjesë në shtyllën e parë, e ajo është el ikhtiyar, zgjedhja e lirë me vullnet të plotë. Dhe se padyshim se kjo është një bazë e cila lidhet në shitblerje, në një kontratë, në një marrëveshje, cila do që të jetë pa qenë pajtueshmëria e plotë dhe kënaqësia e pajtimit të tyre, vullneti I tyre, zgjedhja e lirë e tyre, nuk qëndron ajo kontratë, nuk qëndron ajo shitblerje. Dhe se dietarët në to folën në vëllezër shumë në të cilën dalin prej kësaj mesele, disa të cilët neve si musliman në nevojitin që na të I dim ato. Sikur që në dersin e kaluar cekom çka nëse I impunohet dikuja një shitblerje, apo I impunohet atij edhe ai futet nën presion që ai ta shkruan një kontratë, apo ta bën një lidhje marrëveshjeje të shitblerjes së tij. Këto çështje I kanë shtjelluar dietarët e mëdhenj dhe kanë shkruar libra që neve të na shpjegojnë qartë dhe mirë, e na pastaj mos të hutohemi, por vetëm I lexojmë, I transferojmë edhe mundohemi që të I shpjegojmë e t'i kuptojmë, e na të I fusim në veprimin tonë. E se padyshim se ajo e cila ka të bëjë o vëllezër me çështjen e
zgjedhjes së këtij kushti një musliman përderisa e din se një kusht i cili të kërkohet aty për ta mbushur në atë shtyllën kryesore që nuk qëndron ajo, pa qenë ato dy kontraktuesit, si do të bëhej një shitblerje e tillë. A nuk ndodhin kësi forma të tilla në mesin tonë që të imponohet dikush për të shitur diçka, që të imponohet dikush dhe të detyrohet për të bërë ndonjë lidhje, ndonjë marrëveshje, ndonjë kontratë, ndonjë shitblerje kështu me radhë, të gjitha këta më në fund vinë dhe ku konsultohen të një hoxh, të një faqih, të një jurist, i cili spaku i ka shfletuar librat e fesë Allahut xhelle xhelaluhu në të cilën u shkruajt në to për të ditur se çfarë gjykimi ka një shitblerje në lidhje kontrate e tillë. Pra për mos më u hutuar shumë, na mu për atë e shpjegojmë pikën kryesore me të cilën ato vlefshmërie qëndrojnë në to. Ku cekun prej saj të cilët dalin pra prej kushtit të dytë të shtyllës së parë ishte zgjedhja e lirë me vullnet të plot, që të jetë kënaqësia dhe pajtueshmëria e të dy palëve që ato e bëjnë atë lidhje duke qenë të dy të pajtuar dhe duke qenë të kënaqur e duke mos pasur asnjë presion të tillë. Por shkak se Islami dhe sheriati islam o vëllezër nuk e pranon një shitblerje apo një çështje e cila është nën presion, nën imponim, duke na larguar sheriati Allahu xhelle xhelaluhu dhe Allahu xhelle xhelaluhu na ka larguar dhe na ka falur neve, na ka çliruar nga gabimi, na ka çliruar nga harresa, si dhe nga ajo e cila na imponohet. Këto na e verifikon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Ibn Majah, Ibn Hibani dhe Hakimi, nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Inna Allaha tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyan wa ma stukrihu alayh. Allahu xhelle xhelaluhu e ka falur ummetit tim dhe e ka çliruar ummetin tim nga harresa, nga gabimi dhe nga ajo e cila ai detyrohet ta vepron nën presion, nga ajo e cila imponohet. Kjo është gjërësia e madhe me të cilën Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhuruar këtij ummeti. Nëse ti gabon, nuk merresh në përgjërsi. Nëse ti harron, nuk merresh në përgjërsi, dhe nëse të imponohet diçka përsëri, nuk merresh në përgjërsi. Mu për atë dietarët folën dhe i cekën argumentet dhe mesele duke i sjellur pra argumentet e mbështetura në Kur'an dhe në Sunet, e duke u munduar që ta zgjedhin pra cila është më e pastra dhe më edukatja, duke i vendosur këto shtyllat kryesore dhe ato rregullat me kushtet të cilat duhet plotësuar. Gjithashtu, vëllezër, në këtë kontekst pra për të cilën folëm, zgjedhja e lirë me vullnet të plot të jetë dhe të jetë pajtueshmëria e njeriut aty, padyshim se nga ajo gjithashtu është dhe një lloj me të cilën ceket si ato të cilën i përngjan që folëm në dersin e kaluar të imponuarës. Ai i cili imponohet dhe detyrohet është një lloj shitblerje e cila ndodh dhe bëhet, quhet pra në librat e fiqhut bej'ut talji'a, shitja fiktive, e cila është vetëm formale. Shitja formale, si qëndron kjo lloj shitje, çfarë kuptimi ka, si ta kuptojmë këtë lloj shitje? A ka shitblerje që është vetëm formale? A mund të ndodhë një lidhje marrëveshjeje që të jetë vetëm formale, të jetë fiktive? Po ka patjetër dhe dietarët folën rreth kësaj çështje vëllezër, duke na sqaruar kuptimin e saj gjuhësor si dhe në ato terminologjinë sheriatike se si kuptohet, derisa te mëdhëbi Shafi'i e quajtën dhe bej'ul amana. Kjo shitblerje o vëllezër është shitblerja nën presion, për të cilën në terminologjinë sheriatik pra ka kuptimin që të shfaqet diçka, një kontratë, një lidhje marrëveshjeje, një shitblerje, në shfaqje të jetë sikur ka shit dhe ka bler nga dikush, kurse në brendësi nuk janë bërë ato shitblerje apo as që është lidhur fare ajo kontratë. Dhe ajo bëhet që të del në hapësirë edhe të shfaqet me një shitblerje që e ka shitur dikuja apo e ka bler prej dikuja, duke mshehur
çështjen e ndonjë imponimi që imponohet, që t'ja shet dikuja, duke pasur frikë nga një zullumçar, nga ndonjë i padrejt apo dikush që t'ja merr pasurinë e tij. T'ja konfiskon pasurinë e tij dhe t'ja heq pronën e tij. E për të mbrojtur pronën e tij, vetveten e tij, mallin e tij, ndoshta detyrohet ndonjëherë që të shkon e ta bën një kontrat formulare apo ta bën një shitje apo shitblerje vetëm formulare fiktive me të cilën ai dëshiron që të ikë zullumit që mos t'ja marrën pasurinë atij apo mos të i mirret malli i tij. Një formë dhe se si ndodh kjo, për shembull nëse dikush, dhe ka shumë forma të tilla që të ndodh një shitblerje e tillë, që dikush të ketë frikë që një zullumçar apo dikush i cili ndoshta e vën nën presion që ai t'ja merr tokën e tij apo shtëpinë e tij për t'ja blerë kështu me radhë, mirë po ky nga frika që mos t'ja merr dhe a shef që ai është një shkelës që mundet t'ja merr atë pronë, ky shkon dhe lidh kontrat me një tjetër që është i fuqishëm, e bën një kontrat formulare. Vetëm për më dukur jashtë dhe del pastaj që të mbrohet, mos t'ja marrë pasurinë, thot unë e kam shitur tokën filanit. Ose del ky tjetri thot ja kam bler, unë tash me mu mirësh në këtë shitblerje ose në këtë pronë. Por kjo është një shitblerje që bëhet, por jo në formën e duhur. A thua se si ngel gjykimi sheriatik në këtë pjesë? A lejohet një formë e tillë? A lejohet një shitblerje e tillë që të bën dikush të mbrohet apo ta bën një lidhje ose një çmimit të diçkaje që atë në mesveti ta bën një çmim edhe pastaj të del në haptazi dhe të shfaqet me një çmim shumë më të lartë që të tjerë të mendojnë se kjo lidhje, kjo shitblerje është bërë e tillë? Padyshim se vëllezër dietarët në ta ndryshuan në mendimet e tyre, duke u mbështetur kur tham në ato shtyllat e saktësisë dhe kushtet e saktësisë për të qenë një shitblerje e tillë, a është valide apo nuk është valide, a është e vlefshme apo nuk është e vlefshme. Pra mendimi i parë i dietarëve në të cilën shkuan Hanefit dhe ajo cila është e njohur te mëdhhebi Hambeli edhe te Malikit, shkuan në ato se kjo shitblerje nuk është e vlefshme dhe është batil, duke përngjasuar me shitblerjen e shakas, sikur me bërë një lojë të tillë brenda. Pse? Për arsye se ti e bën një lojë që nuk e përmbush tha kushtin e pajtueshmërisë edhe zgjedhjes së lirë mes veti. Imponohet për diçka, për ta kryer kjo çështje, kjo imponohet për ta kryer atë çështje. Mu para dietarët pra një grup i tillë pra shkuan në ato se nuk lejohet një shitblerje e tillë. Derisa një grup tjetër nga dietarët shkuan në ato sikur që është mëdhhebi Shafi'i dhe një fjalë nga mëdhhebi Ebu Hanifes rahimullah, gjithashtu ndjekën dhe Ibn Hazmi, këtë mendim që është e lejuar përderisa është bërë e dukshmja e saj me parimet që të cilët ato saktësohen kushtet e saj. E dukja e saj, ajo e cila është e shfaqura e saj, është lidhur kjo kontrat dhe është bërë kjo shitblerje e pastaj mbrenda çka është bërë na nuk e dim, por kjo përderisa i plotson kushtet, pra është në lejim. Pra këtë janë një grup i dietarëve në të cilët e lejuan, mirë po padyshim se ajo më adekuatja që është pra më do të ishte më e saktë, më e mbrojtur dhe më e vlefshme që të jetë në pjesën me të cilën nuk i takon që të bëhet një shitblerje e tillë, përderisa në to nuk plotësohet kushti i cili është pra patjetër zgjedhja e lirë, që të jetë pra me pajtueshmërinë e plot, edhe të jetë zgjedhja e lirë dhe vullnetaria e në zgjedhjes së kësaj shitblerje. E mu për atë vëllezër, dietarët folën dhe gjithashtu edhe për një shitje e cila bëhet shitblerja me shaka. Dhe kjo ndodh shumë të në. Ta shes një send, ta blej një send, kjo ndodh me shaka. Dhe bëhet një shitblerje në formë shakas, me një mezhlis
Sa e shet makinën, sa e shet tokën, kaq pa bërë ndërmjetësim, pa dhënë ndonjë mall, pa dhënë asnjë gjë. E kjo me të vërtetë se është problematike. Dhe se dietarët, gjumhuri, shumica e dietarëve nga Hanefit, Malikit, ajo që e njohur të Hanbelit, edhe një fjalë, një transmetim të Shafi'it, thanë se kjo lloj shitblerje nuk pranohet dhe nuk është e vlefshme. Por shkak se bëhet me tallje. Ta shita e bleta, a e shite tokën, a e shite makinën, a e shite shtëpinë, në formën e talljes, pastaj ndoshta dikush shkon dhe e gjykon ato në shenjë të talljes, dhe kjo nuk pranohet. Gjithashtu, vëllezër dietarët e shtuan dhe një kusht, pra me të cilën është kushti i tretë, ndoshta te shtylla e parë e një shitblerje në lidhje të kontratës, e padyshim se ato thanë se duhet me qenë e njekune melikan lis-sila, të jetë pronari, ta ketë pronë mallin, të jetë pronari i mallit për të cilën ai e posedon, ose të jetë me autorizim nga pronari i mallit për të cilën e kalon. Por derisa se ka mallin dorë, atëherë ky duhet për të bërë një shitblerje të dy kontraktuesve, patjetër që duhet të jetë pra dhe ai të jetë pronari i mallit, apo të jetë i autorizuar dikush nëpërmjet atij pronarit për ta shitur mallin. Për arsye se dhe kjo është fjala e Malikive dhe Hanbelive, në të cilën shkuan pra në këtë fjalë, për të cilën u argumentuan me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmeton Abu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Nesaiu, nga Hakim ibn Hizam radiallahu anhu, i cili i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: ja Rasulallah, më vjen njerëzit dhe më thojnë që t'ju shes diçka e cila nuk e ka mund pronë, atë shkojnë treg ta blej dhe t'ja u shes këtyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: la tabi' ma laysa indak, mos e shit atë e cila nuk është pronë e yte, ajo që nuk është në dorën tonë, se ki pronë ata. Dhe me këto pejgamberi Allahut i mbylli shumë dyer të mashtrimit të vëllezër të cilët bëhen në shitblerje. Ne inshallah me lejen Allahu xhalla xhelalu vazhdojmë pra me shtyllën e dytë, e cila është një ndër shtyllat kryesore në një lidhje të kontratës dhe shitblerjes. Ajo është patjetër pra el maqudu alej, ajo është pra objekti që ka të bëjë pra malli apo çmimi. Inshallah me lejen Allahu xhalla xhelalu, nëse Allahu xhalla xhelalu ka caktuar për në takim, e lutim Allahun xhalla xhelalu që Allahu të na vetëdijson e të na mëson fenë e tij dhe na të na mundëson praktikën. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.